Hoxh, ndoshta se burri apo gruaja nuk ndreqen për burrin apo gruan e tyre, për shkak se ndoshta njënte në vlerësuar. Çka është mendimi? Ndoshta burri ajo që mund të edhe gruaja, po burri është i cili njëtë ndjen vetë e tij në vlerësuar me mundi kontributin e tij që ka për familjen e tij si përgjegjës, si çoban, siç e ka emërtuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i familjes së tij. Burri duhet kuptuar se ai është përgjegjës dhe ai ka detyrë. Detyrë ka. Atë vlerësojnë, nuk vlerësojnë njerëzit. Kjo është punë e tyre. Ti e ke detyrë obligim ndaj kujt? Ndaj Allahut. Ti ishe pa martu. Ha? Çka bëni? Do më nuse, bash me gjetë nuse më martu. Gjeti nuse, ta çka? Vetëm me gjetë nuse me pru shtëpi, me maltretu, me rëndu, me ofendu, me nënshmu, me re, me kajt në atë ditë. A për këtë e martove? A kjo ishte qëllimi i martesës? Po jo, patjetër çka? Pse e martove? Pa e martova, dysha me pas grua, çka me rahatu epshin, nefsin tënd, shpirtin tënd. Po, ku me cilin me i qajtë hallet dertën, me kalu jetën bashkarisht, me pas me këm, me fol, me i daj gjërat e mira të këqija, përgjithsi, se jeta është e mbushur me gjërat e mira të këqija.